Do të flasim tani për benefitet e mollës, lidhemi sërish me Altin Jokën. Ne gjithmonë jemi mësuar me këtë shprehje një mollë në ditë, i thot doktori Tik. A është e vërtet çfarë i bën molla shëndetit ton, organizmit ton, dhe a është e mirë për tretjen, meqense kishim temën e tretjes sot? Molla është një frut që punon e heshtje, por faktikisht ka inteligjencë biologjike. Mund të themi që mund të jetë edhe mbretëresha e frutave. Është në 3 frutat më të konsumuara në botë. Këtë duhet ta dim. Dhe është ndoshta fruti që ka studimet më të tepërta, mira studime, për të kuptuar benefitet që ajo ka. Dhe prandaj i është vënë shumë epitete ku në vende ndryshme, në shtete ndryshme, thonë që ose në kultura ndryshme, fruti i jetës, dikush thot farmacia natyrore, që është shumë kohë, rreth shekullit 18 zakonisht, doktori i heshtur, është para një shekulli, fruti i trurit dhe i zemrës është para disa kohësh nga disa naturopat dhe disa mjek, madje edhe në një simpozium ndërkombëtar, apo edhe shpreha më e famshme është ajo që ne thomi një mollë e mban doktorin, një mollë në ditë e mban doktorin larg. Tani unë do them disa fakte shumë interesante për punën e mollës. Molla flet me bakteret e zorës. Studimet kanë treguar që pektin e mollës ndryshon komunikimin gjenetik të baktereve të mira. Është nga të rrallat fruta që ndryshon konceptin gjenetik në baktereve. E di ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë që të prodhohet një nivel më i mirë i butiratit, që është antiinflamatori kryesor i problemeve në zorën tonë, dhe të prodhohet një nivel më i lartë i serotoninës, hormonit të qetësisë tonë. Prandaj molla ndikon te ankthi dhe te humori. Molla ndihmon trupin të njohë qelizat e sëmura. Është një detektor, është një detektiv. Polifenolet e mollës rregullojnë nivelin e apoptozës, që do të thotë apoptoza është vdekja e qelizave të sëmura. E ndihmon ose rregullon dhe stabilizon këtë dhe ndihmon trupin të mos ushqejë qelizat kancerogjene. Pra e pret pjesën e ushqimit negativ për problemet e kancerogjeneve. Mos harrojmë diçka që rreth 70-75% të gjithë antioksidantëve janë lëkurë dhe pjesa dërmuese që i qërojnë lëkurën është gabim. Pra edhe pse mund të ketë pesticide, mund të hiqen pesticideve, besoj, po. Mund të hiqen te mollat me anë të fërkimit, pastrimit, lënies në ujë, pastrimit me anë të uthullës, është shumë herë më e mirë ose sodës, shumë herë më e mirë pastrimi sesa mos konsumimi i lëkurës. Sepse tash është vetëm për arsye ku kemi probleme me stomakun, me tretjen, mund mos e konsumojmë. Mos harrojmë diçka tjetër. Tek molla, tek lëkura e mollës është maspina. Maspina është një lëndë që është vërtetuar edhe në një studim në Japoni që është një luftuese kryesore kancerit të gjirit. Molla në niveli pektinave është një pastruese e mirë për mëlçin, sepse pastron toksinat, metalet e rënda dhe mbetjet hormonale që kemi në trup. Dhe madje lë që mëlçia mos ngarkohet. Molla madje ndikon edhe në shikim, është pak e njohur në studime, po flavonoidët e mollës mbrojnë enët e gjakut, enët e vogla të syrit dhe ulin dhe po ashtu dhe nivelin e stresit oksidativ në retinë. Dhe ndihmojnë shumë në problemin e lodhjes të syrit, pra lodhjet vizuale, konsumimi i mollës në mënyrë periodike, nuk po flasim për një herë. Nga ana tjetër molla ndikon te fertiliteti, mbron qelisat riprodhuese, ul nivelin oksidativ dhe sidomos në problemet që kemi tek spermazoidët dhe tek vezët, pra te vezorja. Molla ushqen trurin dhe jo vetëm stomakun dhe problemin e tretjes, që e modifikon dhe e rregullon, por sepse molla ka quercetin dhe ne e dim që lënda e quercetinës është një mbrojtëse shumë e mirë për neuronet dhe ul nivelin antiinflamator, është antiinflamator për trurin, por gjithashtu quercetina ul dhe rrezikun për problemet e Alzheimerit. Dhe molla është shumë e shëndetshme për kockat, sepse ngadalson humbjen e densitetit kockor, ul inflamacionet që kemi problem të kockat dhe madje ndihmon edhe në parandalimin e osteoporozës, një sëmundje të shpikut që kemi thënë disa herë, por po e themi osteoporozës. Ka ndikim në antiplakje, sepse rregullon problemet e telomereve, pra atyre fijeve të gjata të liseve të pucës të jetës sonë. Telomeret janë këto gjata që janë ADN-n tonë, të cilat zjaten ose shkurtohen, edhe sa më shumë shkurtohen, aq më shumë plakemi dhe na vjen vdekja. Dhe molla në këtë rast e ngadalson, po bën një ngadalsim qelizor. Në ana tjetër molla ul komponimet sulfurike në zor, që mos krijohen gazrat sulfurik dhe metan. Dhe kjo e bën që mos kemi probleme me fryrjen. Nga ana tjetër pastron dhe aromën e mirë
edhe të pastron dhe aromën e keqe të gojës, por nga ana tjetër pastron edhe lëkurën në mënyrë indirekte. Nëpërmjet ushqimit bakteret të mira. Molla ndihmon gjumin dhe duhet konsumuar edhe në darkë. Pra nuk ka kohë për konsumimin e mollës. Po mund ta konsumoni dhe ashtu, nëse nuk do keni ndonjë problem. Stabilizon sheqerin në gjak, që është shumë e rëndësishme. Mos harrojmë gjë, nivelin e stresit, tham këtë, edhe rregullon problemet me memorien, që është shumë e rëndësishme këtë drejtim. Pra molla mund të themi që është një lloj farmacie. Në ana tjetër ka fibra, ka vitaminë C, ka polifenole, ka quercetin, ka kalium, ka mbi rreth 80-85% ka nivele të ujit, nuk rrit sheqerin, prandaj dhe rekomandohet për problemet e diabetikëve. Në ana tjetër ul kolesterolin dhe rregullon problemet e sheqerit në gjak. Në ana tjetër ndihmon problemet në zemër, që është shumë e rëndësishme, dhe në ana tjetër lufton problemet inflamacionet kronike dhe disa sëmundjet autoimune. Meqense jemi në minutën e fundit, po. Kush është tipi më i mirë i mollës? Vjen pyetja. Po. Kë preferon? Më i mirë, pra kush është molla perfekte që mund të themi? Sipas varet për atë që ti e konsumon. Në qoftë se ke problem për diabetikët ose për dobësim, molla e jeshile është më e mira, sepse ka më shumë fibra, ka më pak sheqer. Në qoftë se ke probleme me nivelin e antioksidantëve, pra do të marrësh nivel të antioksidantëve, ke një sëmundje të rëndë apo një sëmundje të përcaktuar, një inflamacion, molla e kuqe, sepse mbron dhe zemrën, është edhe mirë për zemrën, ka nivel më të lartë të antioksidantëve, është me shije pak më të ëmbël. Në rast se e kemi për problemet e fëmijëve apo të moshuarve, apo për problemet e tretjes apo shqetësimeve në stomak, është molla e verdhë. Pra më e mirë duhet molla sipas asaj që ti e shfrytëzon ose problematikës që ke, por molla lokale, sezonale, që është me lëkurë, është molla më e mirë. Sa mollë mund të konsumohen në ditë? 3 deri në 5 mollë nuk është ndonjë problem konsumimi i tyre. Pra, vetëm në rast se mund t'japin fryrje dhe gazra ose acide të tepërta. Është e mirë të konsumohet në mëngjes, mund të konsumohet në mes vakteve, mund të konsumohet 20 minuta para ushqimit, nuk mundet të konsumohet mirë, nuk është, jo se është keq, të konsumohet direkt 10 minuta, 7 minuta, 10 minuta, 15 minuta pas ushqimit. Pra nuk është mirë në përgjithësi, se në përgjithësi njerëzit kur fryhen, thonë të ham një mollë që ta rregullojmë. Jo, duhet të lënë një farë kohe. Më mirë të ecin se sa mund të konsumojnë një mollë. Në 20 minuta ne dim shumë mirë që në këtë drejtim ai kalon në qarkullimin e gjakut, duke arritur në energji më të mirë për gjithë trupin tonë. Pra më e mira është në mëngjes mes vakteve kur dosh mund të konsumosh dhe sasinë e tham dhe vlerat. Po doni diçka tjetër interesante dhe të veçantë, ju a themi. Farat janë toksike. Se e mbyllëm, më thonë duhet ta mbyll tani farat e mollës, duhet të përdoren për diçka, duke qenë se në Po në rast se hanë sasinë e asaj molle, në rast se ti hanë sasinë e asaj molle që konsumon, nuk ka asnjë lloj problemi. Në rast se hanë atë sasi, pra se një mollë mund të ketë 2 apo 3 fara, vogla, disa s'ka dhe fara. Pra në qoftë se ha bashkë me mollën, nuk po ha farat veç. Është tjetër gjë ta hash farat veç dhe tjetër gjë ta konsumosh bashkë me mollën. Sepse ku e ha bashkë me mollën, tretja marrë vitamina është si punë e saj. Kur merr lëngun veç të një fruti, është tjetër gjë sepse fruktoza e godet për disa sekonda, 6 apo 10 sekonda mëlçin. Ndërsa kur e konsumon atë frut pa e shtrydhur, atëherë ti ke marrë dhe minerale, ke marrë dhe fibra, ke marrë nivele të antioksidantëve, ke marrë nivele të tjera krahasime, pra procesi e ndryshon. Edhe fara, nëse konsumojmë me mollën, nuk është asnjë lloj problemi. Nëse nuk e konsumojmë, ne konsumojmë veç dhe mbledhim shumë fara, duhet të konsumojmë për një problem shëndetësor, duhet të konsultohemi me një naturopat ose të fushës mjekësisë holistike për të kuptuar çfarë probleme ka, se ka disa probleme të mira, jep edhe disa probleme të këqija farat e mollës. Jo gjithçka është e dëmshme. Faleminderit. Të falenderoj Altin, të uroj ditë të mbarë, faleminderit për informacionet dhe këshillat që përsollëm sot. Ne do të shihemi nesër me Reze Dielli. Kalofshi bukur, vazhdim të mbarë në programacionin tonë.